Historia jonë, historia e Partisë Socialiste është njëshme historinë e vendit dhe çfarë shef në historinë e Partisë Socialiste reflektohet në historinë e vendit. Kur Partia Socialiste masakrohet, i burgoset udhëheqësi i saj, i shkelen në mënyrë të vazhdueshme të drejtat, i grabiten votat, Shqipëria shkon të poshtë dhe shqiptarët e paguajnë edhe më keq se sa komisionerët e Partisë Socialiste, sepse atyre ju morën votat, ndërsa gjithë shqiptarëve i zhveshën nga pasuria dhe i nxorën në rrugë si sklever pa asgjë, që ju ranë mbi kokë piramidat e Sudes, edhe të gjithë atyre mashtruzve. Pastaj historia vazhdon prapë. Dhe nëse shikojmë sot, me që këtu simboli është rruga e Arbrit, sa herë që rruga e Arbrit u premtua, po aq herë nuk u bë. Ndërkohë që ne thamë që do ta bëjmë dhe ne bëm siç e thamë. Nuk e kam dhe kjo përsëri lidhet me rrugën e Shqipërisë, sepse po aq e vështirë dhe po aq e pamundur sa ç'dukej rruga e Arbrit, po aq e vështirë dhe po aq e pamundur duket rruga për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Dhe për ju them, siç e bëm njërën, do bëjmë dhe tjetrën. Siç nuk u tërhoqëm kur edhe gjeologjia na doli kundër dhe na bllokoi për një kohë gjatë tek tuneli Murrizi që detyruam pastaj ta bëjmë hap pas hapi, ashtu ne kemi bërë deri tani do ta bëjmë deri në fund edhe rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe edhe ai tunel do hapet përfundimisht për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe përfundimisht Shqipëria dhe shqiptarët do të jenë të lidhur me Europën, siç është sot Dibra e lidhur me Tiranën, që është bërë jastëku i gjelbër i Tiranës. Dhe do t'ju them në fund fare dhe një histori që se kam treguar ndonjëherë. E din këta dibranët e sofrës politike. Kur ne kemi ardhur në qeveri, ne kemi gjetë një marrëveshje. Një marrëveshje në parim të bërë nga qeveria më pashme për rrugën e Arbrit me një shtet tjetër. Dhe një marrëveshje tërësisht skandaloze për nga shtrejtësia e veprës dhe për nga interesat që duhet pagunin shqiptarët. Dhe plus rruga me pagesë. Dhe kur e kam pyetur njërin prej atyre që ishin ndjeni të firmosin saj marrëveshje, dhe i thash, po mirë, më si e firmosin atë marrëveshje, ajo është një tmerr. Që ne pastaj u përpoqëm disa vite ta negocionim, nuk negocioi derisa unë mora vendimin, do ta prishim marrëveshjen, do e ndërtojmë vetë, le të kushtoj sa të kushtoj, ne do ta ndërtojmë vetë. E di çfarë më tha? Më tha, ja kemi thënë të tërë ati, tha, po ai thoshte, firmoseni se ajo s'ka për të bërë kur, po për sa kohë kemi marrëveshjen, ja u morim votat prap dibranëve. Ndërkohë që ne nuk e kemi bërë rrugën e Arbrit për t'i marrë votat dibranëve, nuk e kemi bërë rrugën e Arbrit sepse rruga e Arbrit në gjitha dokumentat dilte në një rrugë me një përfitueshmëri të madhe, siç i masin përfitueshmëritë këta shkencëtarët, por ne e bëm rrugën e Arbrit sepse mungesa e asaj rruge ishte boshllëku më i madh mes një shteti dhe një pjesë të popullsisë vet. Dhe ne nuk mund ta linim dot një pjesë të popullsisë të ndarë nga pjesa tjetër e Republikës dhe të ndarë nga pjesa tjetër e popullit,
aq më tepër një trev si kjo që i ka dhënë kaq shumë, jo vetëm historisë së Shqipërisë, por që i ka dhënë kaq shumë në çdo hap të gjithë rrugës vështirë të ngritjes dhe transformimit të Shqipërisë.